Edi shëtit në për shtëpi me duart në xhepa dhe me atë buzëqeshjen e vet të fshehtë, tipike kur ai mendon se ka gjetur një ide të madhe. Ai duket i zhytur në mendime, saqë disa banorë fillojnë të pyesin veten se çfarë po kurdis ai. Në fakt, Edi ka nisur të ndërtojë në mendjen e tij një plan të gjatë dhe të ndërlikuar kundër banorëve të tjerë, duke menduar se ai është shumë më i aftë dhe më i fortë se të gjithë. Unë mbaj këtë shtëpi në dorë, përshpërit ai me vete, duke ecur para pasqyrës dhe duke parë reflektimin e tij me vetbesim të tepërt. Të tjerët nuk kuptojnë asgjë. Unë jam i pari këtu. Ai nis të bëjë lëvizje strategjike. Flet me banorë të ndryshëm veç e veç, përpiqet të fitojë besimin e tyre, por çdo fjalë që thot është e matur mirë. Ai ndërton histori të ndryshme për secilin person, duke ndryshuar versionet e tij sipas nevojës, vetëm që të shtyjë banorët drejt konfliktit ose dyshimit. Në një moment ai afrohet një banoreje dhe i thot: "Shiko, unë dua të të them diçka. Disa po flasin keq për ty, por s'dua të përmend emra. Thjesht ki kujdes." Pastaj shkon te një tjetër dhe i thot krejt ndryshe: "Mos i beso atyre që të shohin me sy të mirë. Janë të rrezikshëm. Vetëm unë jam i sinqert." Ai luan rolin e viktimës, të mikut besnik, të strategut dhe të liderit. Të gjitha në të njëjtën ditë. Në kokën e tij, çdo lëvizje është geniale, çdo fjalë është pjesë e një plani të madh. Ai është aq i bindur se është më i zgjuar se të tjerët, saqë nuk i kalon asnjë moment pa menduar si t'i manipulojë. Gjatë natës, Edi qëndron zgjuar më gjatë se të tjerët. Ai ri ulur në divan duke pirë ujë dhe duke renditur me kujdes lëvizjet e ardhshme. Do i vendos kundër njëri tjetrit, mendon ai. Kur të fillojnë sherret mes tyre, unë do dal i pastër. I forti. I vetmi që ka kontroll. Ai shikon rreth e rrotull me një buzëqeshje të ftohtë, sikur e di diçka që askush tjetër nuk e ka kuptuar.